Kur gjë nuk ka ndryshu mes partijës teme dhe vetëvendosjes. Deputetën se mune me na i dhonë qëndrimin e juj edhe të partisë juj, se ku qëndroni në çështjen e votimit të një qeverie të rejtë Kosovës, po edhe të zgjedhjes së një presidenti, edhe a keni pas takime me kryeministin detyrë dhe kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti se përket këtyre çështjeve? Po. Jo, takim nuk kam pas. Edhe unë nuk i ndryshoj qëndrimin, do me thonë prej herën e fundit, kur gjë nuk ka ndryshu mes partijës teme dhe vetëvendosjes, edhe unë absolutisht nuk kam asnjë arsye për me reagu brenda kuvendit në mënyrë ndryshe që kam reagu herën e fundit. Kjo do të thotë sa përkat qeverisë, por për presidentin a jeni të gatshëm me votu një kandidat për presidentin? Ndalon nuk kemi fol me asnjë parti, unë jam të prit, do me thonë çka ka me ndodhur, sepse vërtet nuk kam informacion qysh edhe tek mund me ndodh. Mes meje dhe mes vetëvendosje thjesht nuk ka besim. As ata nuk besoj, do me thonë qysh unë funksionoj dhe punoj, as unë nuk kam besim, edhe këto është arsyeja, do me thonë në cili jo sot nuk votoj kur që.